Në sistem dolin se brenda 24 orëve kanë lëviz 1022 automjete pa regjistrim, po e shifrin se si automjeti e bën kthimin. Në moment që ky e fillon kthimin, ky pengon të dy kursit, po cilën juve që po, do t'i shqiptohet një gjop. Gjobat deri me tani kanë qenë diku mesatorja rreth 50, tani kemi fillu domethënë me ngritën. Numri i tyre aktualisht domethënë është diku 165 kamera, të cilat i kanë 235 pamje domethënë të ndryshme. Njëkohësisht i kam treguar edhe më herët sepse procesi është në implementim me sipër dhe do të vendosin edhe kamera shtesë, të cilat pritet brenda pak ditëve të bëhet edhe vendosja e fazës 3 kamerave brenda Prishtinës. Kamerat kanë pasur një sukses jashtëzakonisht mirë, i cili ju kanë ndikuar edhe vozicëve edhe e ka lehtësuar punën e zyrtarëve policorë në terren. Gjë që i falenderoj edhe vozicit që kanë shpreh gatishmërinë e tyre, na kanë dëgjuar neve, kanë vozit me rregulla, nuk i kanë bosh kjelje, e kanë kuptuar domethënë çështjen tonë të drejtë që ne kemi pasur. Dëgjojmë gjobat deri me tani kanë qenë diku mesatorja rreth 50, tani kemi filluar domethënë me ngritën, me qëllim jo vetëm sanksionimit njerëzve, por të vendësimin përgjithësi qytetarëve, me qëllim që mos shkaktohen kundërvajtje në komunikacion. Tani do të shkojmë brenda të kamerave, do ta shohim se si funksionon sistemi i kamerave. Kemi të bëjmë në automjet i cili është automjet pune dhe po duket kjo në kamerë i cili është me udhëtar, domethënë me punëtor dhe është pa regjistrim. Në këtë rast sistemi e ka bërë evidentimin e tina dhe e bën në mënyrë automatike rujtjen, domethënë, dhe pastaj zyrtarët policorë, në këtë rast janë kolegët Almedini dhe Vtorenti, i shqiptojnë gjobat për ditën e sotme. Në të njëjtin do t'i shqiptohet tash një gjop për pa regjistrim. Regjistrimi ka dalë dikun që 10 ditë ka dalë në regjistrimi, por unë konsideroj që nuk është në rregull. Automjetet duhet regjistrohen, duhet bëhet kontrolla teknike me qëllim të sigurisë përgjithshme në rrugë. Monitori me cilin e bëjmë kontrollimin e mbarvajtjes komunikacionit në Prishtinë, edhe një send ashore kamerat janë për aspektin e përgjithshëm të sigurisë në Prishtinë, por monitorohen nga njësia e trafikut, këtë rast që unë e përfaqësoj, dhe bëhet edhe monitorimi i mbarvajtjes komunikacionit në Prishtinë. Në këtë rast e keni të hapur përpara, domethënë sistemin se si bëhet rujtja e vetë kryesve të kundërvajtjes. Vetë pajisja është ajo që i ruan dhe i evidenton. Në këtë rast kemi edhe automjetet e pa regjistruara, ku fatkeqësisht në sistem dalin se brenda 24 orëve kanë lëviz 1022 automjete pa regjistrim, gjë që është shqetësuese. Domethënë në këtë rast jemi në udhkryqjen siç njihet te Santea. Në këtë rast është ndaluar kthimi. Po e shifrin se si automjeti e bën kthimin. Në moment që ky e fillon kthimin, ky pengon të dy kursit, edhe automjetet që cilat i vinë mbrapa dhe automjetet që cilat vinë përballë tij. Domethënë po e shifrin se si e bëri kthimin. Tonën e pat këtu, si ndodhi domethënë në udhkryqjen siç ne e njohim udhkryqit te Santea, dhe kthimi gjysmërrethor në këtë vend jashtëzakonisht e pengon komunikacionin. Në këtë rast, palës cilën juve që po, do t'i shqiptohet një gjop. Tani do të shohim se a posedon numrin e sistemin tonë. Nëse posedon, do ta njoftojmë përmes numrit. Nëse jo, gjobën do t'ia dërgojmë në adresën të cilën vetë pala e ka dhënë kur e ka bërë regjistrimin në qendrën e regjistrimit civil. Njëkohësisht ju njoftoj se brenda pak ditëve, në kodët kamerave do të bëhet integrimi i sistemit të radarëve apo macëve të shpejtësisë. Kjo do të ndodhë brenda shumë pak ditëve dhe pastaj edhe shpejtësia do të matet në mënyrë automatike, siç bëhet edhe matja e kundërvajtjeve tjera.